Meri në kontakt me hyjet, i lexon gjëra ndryshe. Tani është momenti yt Meri për të na dhënë një orientim në lidhje me shenjat e banorëve të Big Brother VIP. Kemi tek Demi Stenaldon që ka në merak shumë nga çunat që ne kemi këtu. Si Dem është tip që është nuk e di ka dalë yjet për duhet të jetë filozof materialist. Demi mirë do shkoj deri me pozicion pozitiv është. Nuk është ke Demi, madje do marri më shumë ritëm deri në prill është ky. Vazhdon Big Brother besoj. Vazhdon. Po kemi Malin, kemi dhe Mateon tek Demi. Janë 3 banorë të shenjës së Demit. Mateo nuk tërhiqet nga ato të vetat, si Dem që është, i përqendruar në ndjenjat dhe në dëshirat dhe dashuritë e veta, kështu që e shikoj një djalë të përqendruar. Dashi që i ka Brikena e duket që është. Po Mali, pse na e le Malin pa koment? Mali tek Demi. Mali më pëlqen shumë, është një nga lojtarët, duket dhe ai ka dhe ato performancën e fortë, tamam si Dem. Muskujt ke parë Meri. Është edhe këngëtar, po Demot kanë muskujt Dashi. Po është djalë praktik. Më pëlqen. Dashi me Brikenën. Brikena si Dash duket që është çika autoritare. Po Dashi me Demi si shkojnë? Janë pranë e pranë. Dy shenja që janë pranë e pranë. Mund të ishte një çift interesant? Po, mund të ishte. Shet diçka midis Dashit të Brikenës dhe Demit të Mateos? Jo, për momentin jo. Jo? Jo. Na zgënjeu Meri. Po e ka thënë qartë ajo, si stratege që është, si Dash që është, ka thënë, po, nuk e du. Po, midis Dashit dhe Peshores? Po, këtu mund të kemi. Po, dy shenja të kundërta që përputhen dhe mund të japin një çift të shumë të kombinueshëm, po. Po, Peshorja dhe Binjakët? Deri diku ecin mirë. Kush janë Binjakët? Bësh Selini. Po, kanë kombinim, inteligjencë, komunikim që shkojnë në komunikim të paktën, po jo në ndjenjë. Jo në ndjenja. Pra, midis Mirit dhe Selinit mendojnë që nuk mund të ketë të jetë pak e çuditshme. Retrogradin e bllokove tani nga një natë. Po, ajo do shkoj atje ku them unë, më dëgjon ti. Do vëm një bazë të dy. Ku do shkoj Selini si Binjak? Do vëm një bazë të dy apo jo Meri? Gafore kemi, kush është Gafore? Mund të adoptoj ai. Te Gaforja kemi. Stelina, Angelo. Gretën, Angelo Nartanen. Po, mund të shkoj nga Angelo, të bëj pak më shumë loj me Angelo. Ose me Kristin. Ose me Kristin, po Kristin nuk e do ajo, se e përdor. Ose përdorin njëri tjetrin. Po rrugtimi si do shkoj, rrugtimi i Gaforeve? Gaforet në fakt nuk e kanë fatin këto muajt e parë. Jo? Jo. Nga qeshori fillojnë ta. Ma po dhe tani, unë besoj që dhe Gaforet mund të bën. Jo tash ta lëm një çik. Edhe Gaforet mund të. Gaforja me Virgjëreshën, tek Virgjëresha kemi Kristin, Juelën, Kejsin. Pra, nëse flasim pak nëse edhe Kejsi është ashtu Virgjëresh, unë tash jap dorëheqjen këtu. Dhe? Po se më del shumë kështu prepotent si Virgjëresh. Virgjëresha është çik më. Po kujdes se kemi edhe Kristin. Po Kristi po merret me loj. Kristi po merret me loj, po organizohet, po godet, ka një strategji. Megjithëse mua më pëlqen shumë, them që Kristi prap ka një gabim se është sikur i bën të programuara ato goditje. Tash erdhi ora do godas këtë, erdhi ora do godas këtë. Nuk vin të natyrshme. E nëse flasim në aspektin romantik, Virgjëresha dhe Gaforja, Stelina dhe Kejsi? Mirë, mund të kemi një. Mund të ketë. Po midis Kejsi si Virgjëresh dhe Inës si shigjetar? Po, këtu mund të luhet shumë. Edhe këtu? Këtu mund të luhet shumë tepër. Ku më shumë, ku më pak? Shigjetari me Virgjëreshën, po. Kështu që mund të ketë diçka. Këtu kemi diçka më të fortë ose diçka që mund të lozi shumë ujëra. Meri, shenja më me fat, shenja që do të fitoj këtë Big Brother, cila është? Shenja që do fitoj këtë Big Brother. Po kemi Virgjëreshën. Virgjëresha, po? Çka kanë qenë fituesit? Mosu, ndiko. Po ndikojmë nga mendimet. Fare. Virgjëresha është mirë. Përqendrohu dhe më jep një përgjigje. Fituesi do të jetë Dashi është shumë mirë. Stadion Peshorët janë gjithmonë lider. Ose merr Brikena. Dashi po ndryshon, mase po ndryshon loj. Brikena, Lorna, Erik, dhe ti mendon Dashi me fatin që shkëlqen tek Brikena. Po, patjetër, edhe Peshorja.
Edhe peshoja. Çuna. Krepa ty brenda se Se po të kishte akrepe ishte nga. E kishin Danko, me Edin, si u duket Stenaldo, demi juaj në rrugtimin e tij deri tani. Ore po ky Stenaldo në një romanticitet të madh, po na shfaq atje, mendoni që mund të kishte një marrëdhënie romantike me ndonjërin prej gocave që janë aktualisht në Big? Aktualisht jo, mbase me në një që ka dalë, në fillim e shifja me Loren. Me Loren. Po. Edi sa me Brikenën. Kam përshtypjen që i ka vënë pak fre vetes nga ana romantike Stenaldo në Big Brother, se Brikenën e kishte goxha mirë, po që zgjodhi që t'i vinte një mur, që në fakt i kushtoi shumë edhe në opinionin publik, se shumë prej sjelljes që pati me Brikenën e kanë penalizuar? Po, pak si antipatik, pak negativ. Po, megjithatë, duket se u rikthye pak se tani ka filluar të luaj, pra nuk e ka më, po themi, pjesën e marrëdhënies së njerëzve, se gjatë tashmë i ka ndërtuar marrëdhënies së njerëzit. Pra e kalon pak pas marrëdhënie njerëzore me konkurrentë dhe është në lojë më tepër. Kompleksitetin e marrëdhënieve me njerëzit. Besoj që tani do luaj më tepër, aq më tepër pasi iku Iliri, kam përshtypjen që edhe vetë Iliri i la një porosi që tha luaj të paktën për ne që ikëm, duke i referuar Stines, vetë Ilirit. Shpresoj shumë që të luaj. Që ai ka patur një raport pak më të mirë. Danko? Për pjesën me Brikenën, okay, mbase mund të jetë dukur nga publiku si jo gjë më e durë për të bërë, po publiku mbase ka pritur që dikush në vendin e Stenaldos dhe mbase çdo kush në vendin e Stenaldos do bënte rolin e viktimës, që shiko se këte andeja këdon, dhe prandaj është marrë si pjesë arrogancë, por nuk është arrogancë sepse ai thjesht tregon vlerësimin që ka për veten dhe i thot gjithëve që shiko se unë nuk kam nevojën. E ka si një lloj mekanizmi mbrojtës ndoshta për shkak të gjithë historikut të tij dhe me çfarë është detyruar përballet në jetën e tij, kështu që ndoshta është edhe pak e mirë kuptueshme. E fundit edhe mund ta përdorte në thonjza Brikenën për lojë, mendoj. Mund ta përdorte Brikenën për lojë. Mund ta përdorte. Është vonë apo? Von, ka hyrë Mateo tani, në që e gjëmë. Mirë, ne jemi drejt fundit të trotuarën, jam zhvendosur në këndin e Chanticleer për ndarë me ju mesazhet e fundit. Pas tërti që bën ndryshimin, kujdes që ju bëhet domosdoshmëri. Chanticleer sjell një eksperiencë të veçantë pastrimi me produkte që përfshin cilësi dhe efikasitet të pakrahasueshëm. Çdo formulë është krijuar me përbërës të zgjedhur me kujdes për të ofruar rezultate të menjëhershme dhe të qëndrueshme, duke ju dhënë sigurinë e një pastrimi të përsosur. Për kujdesin e rrobave larësit Chanticleer Color Care ruajnë shkëlqimin e ngjyrave dhe i mbrojnë ato nga njollat më të vështira, dhe për një prekje të fundit të perfeksionuar, zbutësit e rrobave Chanticleer sjellin një butësi të jashtëzakonshme dhe aroma që zgjasin gjatë gjithë dritës. Produktet Chanticleer mund t'i gjeni në dyqane, markete, supermarkete dhe pika shitjesh në të gjithë vendin tonë. Zgjidhni Chanticleer, kujdes që e ndjeni, pastërti që e shihni. Faleminderit shumë gjithë që ishit me mua në trotuar. Ju mirëpres sërish për ndarë të tjera tema dhe diskutime së bashku. Ishte kënaqësi. Qëndroni me ne në E Diell. Rikthehemi vetëm pas pak.